Futbolli është sporti që sipas 14 vjeçari Daor Zelia e mban larg teknologjisë. Për Daorsin nga Gjakova janë bërë 10 vjet si futbollist aktiv, i inspiruar nga familjarët e tij, të cilët gjithashtu janë aktiv në këtë sport. Sa po hyn në palestrën Kushtron, Daorsi thotë se motivimi i tij rritet. Arsyeja për këtë janë fotografitë e lojtarëve të suksesshëm, si ata vendas, ashtu edhe ata ndërkombëtar. Shëndetje, unë jam Daor Zelia, luaj futboll 70 vjet, jam në ekipin AS. Pozicioni im është sun në të majt dhe kështu përfundon dita jam. Kem që kom zgjedh futbollin është se kam pas aftësi që nga i vogël kam luajtur me top, kam vrajtur edhe printami dhe më kanë vendosur në një ekip. Ritmi i ditëve të tij prej vitesh është bërë thuajse i njëjtë. Nis me shkollën, vazhdon me ushtrimet në klub dhe përfundon duke shikuar ndeshje futbollistike të ekipeve të ndryshme, siç thot ai, për t'i përvetësuar teknikat e lojës. Dita ime fillon zgjoh në mëngjes, bëhem gati, shkoj në shkollë, kthehena në shkollë nga ora 1. Zakonisht në stërvitje kam në 4, shkoj aty, i krym 5, kthehena, ha drek, edhe në 7 kam stërvitje kondicionale dhe kështu kthehem nga aty, ha dark edhe përfundon. Fillimet kanë qenë pak të vështira sepse kam qenë i vetmi që jam kon me mosh pak më të vogël. Të gjithë ishin nga 1 vjeç ose 12. Vështirësitë kanë qenë të shumta. Në çdo rast më motivojshim, por më kam vazhduar. Të gjithë rutina ime më ka bërë mundi i disciplinuar dhe më ka bërë të shkoj në orar në çdo që kam dhe nuk është ndonjë gjë e madhe. Më le larg teknologjisë dhe kuptojnë të mira. Nga të gjithë lojtarët, 14 vjeçari nga Gjakova e veçon ish kapitenin e kombëtarës shqiptare Lorik Canën. Të gjitha ekipet i përqedhe une, por përqedhe më së shumë të ekipi Real Madrid se më pëlqejnë teknikat për pozitën teme të cila mu mi bua dhe une në lojë. I favorizuar im është po ashtu që shini për mas Lorik Cana, gjithmonë si e shumë burna me të, ja përqedhe të gjitha lojnat që ka luajtur përpara. Prej moshës 10 vjeçare kemi marrë pjesë në ligë, i cili kemi qenë 2 herë kampion në vendin e parë. Ka qenë dita ime më e preferuar. Kur e kemi publikun po ashtu afër nesh, ndihemi shumë të emocionuar se na duhet ndonjë publik që të na favorizoj neve si ekip. Publiku i Gjakovës është shumë i gjallë, na japin emocione të mëdha. Futbolli për Daorsin është një mundësi e shkëlqyer për të krijuar miqësi të reja dhe për të udhëtuar jashtë Kosovës. Ai thotë se këto lidhje mund t'i ndihmojnë gjithashtu për të depërtuar jashtë vendit. Po ashtu jemi ekipet të cili marrin pjesë të turniret të jashtë, për shembull FA Cup. Aty kemi kaluar shumë mirë, kemi bërë një shoqëri të re, kemi parë vend të mirë, për shembull 2 herë vendin e dytë kemi parë dhe një herë vendin e tretë. Qëllimet e mia për futboll janë që të shkoj diku jashtë, nuk e marr ku vetëm në për shembull Kroaci, Spanjë, Angli, ku të del shansa. Kam marrë një eksperiencë në vitin 2019 në Dinamo Kampukon, kanë qenë të Kroacisë, jam kon me vjeçë dhe me gjatësi më i vogël aty, por prapë kam kaluar shumë mirë. Futbollisti i ri Daor Zelia thotë se deri tani ka pasur edhe oferta nga jashtë vendit. Ai thekson se do t'i shqyrtojë ato pa hezituar, me qëllim që të përparojë në karrierë si sportist dhe të kthehet në vend për të luajtur për kombëtaren e Kosovës.